Klinti Çato, mesfueshori i kuqebluve që po spikat në formacionin e Vllaznisë, është optimist për një fitore ndaj Elbasanit këtë fundjavë, por edhe për titullin kampion. Autori i golit të parë në fitoren ndaj Dinamos në Loro Boriçi ishte i ftuar mbrëmjen e së mërkurës në emisionin Studio Sport të RTS Shkodrës. I kënaqur për golin, i kënaqur për performancën dhe sigurisht me 3 pikët e marra. Realisht këtu kam gjetur një ambient shumë të përshtatshëm për të dhënë më të mirën time. Besoj se kam dalë deri diku, gjithmonë ka vend për përmirësim dhe shpresoj që të arrijm ato objektiva që klubi ka. Ndërkohë, sukseset e ekipit të Notit Vllaznia u komentuan në studio nga trajneri i kuqeblu ish notari kampion Koç Shiroka. Ne kishim si objektiv 4 fitimin nga 6 vendet parë që ka komplet kompeticioni. Kishim synim me marr 4, me thënë drejtën, se ishim përgatitur. Nga këto 4-2 i sigurume, Klea Deti në sportiste e kategorisë C, edhe Joel Golemi. Është diçka e veçantë për Joel Golemin, se e ka mësuar Notin në qeshor vjet, e si mjet arriti të nxjerrte 4 vendet para në 50, 100, 200, 400. Së bashku edhe me të ftuarin tjetër të këtij emisioni, gazetarin Gens Kastrati u komentua edhe Kupa Gim Tafili në ciklizëm, si dhe basketbolli i meshkujve.